Në prag të ditës botërore të hemofilisë, që shënohet më 17 prill, këtë javë në Prishtinë u mbajt një ngjarje edukative për hemofilinë. Ky aktivitet i organizuar nga Kosovo Hemophilia Foundation mblodhi ekspert të fushës së hemofilisë, të cilët ligjëruan para personave të prekur nga kjo sëmundje. Në këtë ngjarje ishin të pranishëm edhe prindër dhe familjarë të personave me hemofili, duke e kthyer aktivitetin në një hapësirë informimi dhe mbështetjeje për të gjithë pjesëmarrësit. Shoqata jonë është kriju si nevojë pacienta me hemofili, edhe unë jam prind i një pacienti. Aktivitetet që shoqata jonë merret janë organizimi evente ndryshme për edukim, sensibilizim të çështjes edhe trajtim të pacientave. Do të thotë na e mbojmë një relacion pacient-institucion mjek. Mundohemi me bo një organizim me qenë kujdesi për pacientat sa ma i mirë. Aktiviteti sotëm ka të bëj me treatment for all, trajtim për gjithë, edhe vetë vendimarrje. Do të thotë vetë vendimarrje është një lloj mënyre që pacienti duhet pyetet për trajtimin, edhe vetë vendimarrja është që pacientat të cilët janë moshë madhore, ata duhet ta dinë se cili është vendimi i tyre për trajtimin e tyre. Sfidat në menaxhimin e hemofilisë A, historiku i hemofilisë, trajtimi i hemofilisë A dhe B, diagnostifikimi i hemofilisë, rehabilitimi fizioterapeutik të hemofilikët, diferenca e faktorit 13, si dhe diagnoza dhe menaxhimi i hemofilisë A të fituar, ishin temat që u ligjëruan në këtë ngjarje. Historia e hemofilisë ka filluar, domethënë sëmundja ka qenë gjithmonë, është trashëguese, por nuk ka pas të dhëna të sakta deri vonë. Do me thonë qysh nga shekulli i dytë pas erës së re, o flitë, por nuk ka pas emërtime, që mund që se murën t'jemët, që ka pas disa të dhëna, por jo të emërtuara dhe të dokumentuara. Deri në vitin 1803, kur kanë filluar dokumentimet, edhe prej atëherë, mjekësia me hapa të mëdhej ka bërë edhe për terapi. Të pranishmit u informuan edhe për simptomat kryesore të hemofilisë. Mas intervenimeve kirurgjike, stomatologjike, gjakderive të zgjatura të femrat, mas injekcioneve intramuskulare, një vaksinimit thjesht të fëmijët e kena një gjakderje të zgjatën, që na supozon që pacienti mundet me pas një çrregullim në faktor të koagulimit. Çdo çrregullim, do me thonë, mundet me u diagnostifiku me testet themelore të hemostazës, ku në testet themelore hemostazës i kena kohën e gjakderjes, PT-n, INR-n, APTT-n, fibrinogjenin dhe numrin e trombociteve. Zakonisht e pacientat me hemofili e kena çrregullum vetëm analizën e APTT-s, cila shkon në favor, do me thonë, hemofilis A, deficitit faktorit 8, hemofilis B, deficitit faktorit 9, ose hemofilis C, deficitit faktorit 11. Gjithkund botë zakonisht 3/4 të pacientëve me çrregullimet e hemostazës jesin pa diagnostifikuara deri te ndonjë problem që ndodh gjatë jetës. Pacientët me hemofili aktualisht trajtohen në klinikën e hematologjisë, kurse fëmijët trajtohen në repartet e pediatrisë. Unë jam pediatër hematolog, mirem me trajtimin e fëmijëve me hemofili dhe me do çrregullime të tjera të gjakderdhjes. Trajtimi bëhet në repartin e hematologjisë, në kuadër të klinikës së pediatrisë. Afërsisht kemi rreth 30 pacienta me hemofili A dhe 16 pacienta me hemofili B. Trajtimi bëhet në anë të faktorëve, të faktorit të 8 dhe faktorit 9, varësisht sa është hemofili A apo hemofili B. Nësa tani kemi mundësinë edhe të trajtimit me terapinë më të re që bëhet edhe në Evropë, me trajtimin me emicizumab, i kemi arritur që ti trajtojmë rreth 9 fëmijë me trajtim me emicizumab dhe
E kemi pas sukseset shumë të mira të trajtimit me këtë terapi më të re biologjike, e cila i ka mundësuar që këtyre fëmijëve të mundsojnë një jetë normale si një fëmijë i shëndosh. Domosdoshmëria për formimin e një qendre për hemofili në Kosovë ishte një nga pikat kyçe që u theksua gjatë këtij eventi. Me zbulimin e banave dhe terapijave të reja, edhe kostoja është shumë më e lartë edhe për shtetin, edhe për familjen, për pacientat. Mirë po na bashkarisht këtu jemi për me i shtjellu dhe me i sqaru të gjitha këto problemet, edhe si pikë kyçe këtu që do të përmendim edhe do të diskutojmë është që të formohet një qendër e hemofilisë për Kosovën, do më thonë të gjithë besoj që e kanë potencuar dhe do të potencojnë, sepse është një pikë ku të gjithë mujnë të paraqiten aty, të marrin trajtimet adekuat, të bëhen diagnostikimi i sa më i hershëm, sa më i mirë, edhe trajtimi të shkojë në mënyrë sa më të mirë. Profesionistët shëndetësorë u bën thirrje prindërve që të mos i fshehin rastet e fëmijëve me hemofili dhe kërkuan nga ata që të bashkëpunojnë me mjekët. Kemi raste, nështë jo shumë të shpeshta, po kur dhe prindje mohon, për shembull ne pyesim a vuan fëmijën nga ndonjë sëmundje, thotë jo, krejt rregull është. Mirë po, në gjatë marrjes së anamnezës insistojmë që për shembull a mos përdor fëmijën ndonjë terapi. Dhe në atë moment ai tregon që ashtu e përdor këtë terapi dhe e shohim që ka nevojë domethënë për një trajtim më adekuat, për shkak se thjesht duhet të bashkëpunojmë me kolegët e disciplinave të tjera, domethënë duhet të bashkëpunojmë me transfuziologun, me hematologun, që flas për hemofilia, që është çrregullimi pikses së gjakut. Atëherë ne merremi edhe me bashkëpunim, domethënë në atë mënyrën që i thojmë që të kontrollohet te mjeku adekuat e pastaj të marrim domethënë aprovimin, sidomos në rastin me hemofili që marrim aprovimin nga mjeku i vet që e përcjell gjendjen për trajtimin e gjendjes tonë si stomatolog. Që të mos na shfaqin komplikimet se atë janë të shumta, posaçërisht gjakderdhja është diçka që e dim që nuk na domethënë gjakderdhja është faktikisht komplikim më i rrezikshëm që mund të na shfaqet në këtë rast. Noli Hoxha ishte një nga pjesëmarrësit që ndau për familja jonë rrëfimin e tij për jetesën me hemofili. Unë kom qenë si më thonë në atë kohë 4 javësh, në kohën e fëmis, bibjen në temlik për parë, në kanë pështel, edhe me që ata kanë atu së krejt barku në këmë pas me gunga. Edhe si gjë kush jetojnë shfasmuje më të më thonë, në atë kohë e luftës, unë jam 1997, kështu nuk u di çka është smuja. Shkaktimi i rrimtave të mia në kohën i vogël nuk kemi mujtë asçka më vë. Edhe me kohë ka nisë me kohët, si më thonë, për neve si fëmijë, kur kemi pa veten me plazma gjakit, për shembull, unë kujtoj një kohë shumë të keqe, kur e kemi kalu plazmën e gjakit, pi klasës parë e ki kryu orarin e shkollës edhe e shku në spital për 2 orë për trajtim, ajo punë me shumë si vogël. Nuk kemi dalë shumë, nuk kemi pas shëtitje, kemi pas shoqëni shumë vogël, s'kemi pas komunikacion, edhe kështu jemi kun shumë më varës për shembull me motra me mjek. Me mjek edhe me motra kemi pas shoqënisë punë e pabesueshme, na kanë përkrahur shumë edhe kur i shoh krejt gjenerata pak më të vjetra, zona. Sot, për Hoxhën si person me hemofili, trajtimi është më i lehtë. Kushtet ja ka nisë, si më thonë, më stabilizu shumë ma mirë, si më thonë para 20 vjetë, ose që shemi konë, unë e para 28 vjetë, për shemër, shka është e vetja munges është se neve na vynë, si më thonë, një qendër hemofilisë, ku trajtimi hemofiliqarve, pacienta, mjek, mujnë më konë veç më ma për hemofili. Në Kosovë ende nuk dihet sakt numri personave që jetojnë me hemofili.